Nuk është e pazakontë që zëri i qytetarëve dëgjohet vetëm pasi ata dalin në rrugë, por ajo që është e vërtet shqetësuese është fakti se dhe pas protestave të gjitha institucionet dhe AKP-ja vazhdojnë të injorojnë kërkesat legjitime të punëtorëve të rilindjes. Shembulli më i freskët është ai punëtorëve që sërish protestojnë para Agjencisë Kosovare të Privatizimit, të zhgënjur dhe të lodhur nga një pritje shumë vjeçare që nuk po përfundon me drejtësi. 4 vite më parë, pas presionit publik dhe protestave të shumta, qeveria derdhi 3.3 milion euro në arkën e AKP-s, të destinuara për pagesën e pjesës së tyre 20%. AKP-ja me vonesë dhe pa transparencë plot shpërndau një pjesë të mjeteve, por 1.5 milion euro mbeten të paprekura. Deri më sot nuk ka një arsyetim bindës për këto mjete, pse këto mjete nuk janë shpërndar. Edhe pse qëllimi i tyre ishte i qartë, kompenzimi i punëtorëve, ky është një shembull flagrant i mungesës përgjegjësisë dhe i mungesës së llogaridhjes institucionale. Situata përkeqësohet edhe më tej me çështjen e trullit për 5.5 hektarësh, ku ndodhet kompleksi Rilindja, këtu ku jemi tash. Ndarja e këtij trulli në 3 pjesë dhe kalimi i tij në përsi të institucioneve të ndryshme, pa përfshirjen e punëtorëve në këtë proces dhe pa respektuar të drejtën e tyre ligjore për 20%, që është një padrejtësi e pastër. Më shqetësues është fakti që AKP-ja, institucioni që duhet të mbrojë interesin e punëtorëve në proceset e privatizimit, po hes dhe po shmang përgjegjësinë. Punëtorët dihen të diskriminuar dhe të fyer jo vetëm për shkak të padrejtësisë materiale dhe që po bëhet, po edhe për shkak të shkeljes së drejtë të dinjitetit të tyre si kontribues shumë i qartë në këtë vend. Injorimi i kërkesave të tyre, mungesa e transparencës dhe mosdhënia e përgjigjes zyrtare e përforcojnë bindjen se drejtësia në këtë rast është selektive e në dëm të atyre që kanë dhënë shumë dhe që kanë marrë pak ose as pak. Gazeta Rilindja, krahas pasurisë në Kosovë, kishte prona edhe në Zvicër, në Tiranë, në Zvicër u zhduken pa lënë gjurmë, ndërsa prona në Tiranë është uzurpuar e për fat të keq uzurpuesit janë nga Kosova. Një përfaqësues i uzurpatorëve, dikur edhe si një departamenti këtu në AKP, pati thënë se pronën tonë në Tiranë u ka dhënë qeveria, por nuk pati saktuar cila. Nëse është kështu, atëherë ne të gazetës e duan 20% e asaj prone që ndodhet në qendër të Tiranës. Çuditërisht AKP-ja përgjigjet se për pronat e heshtë edhe këtë rast dhe nuk ka ndërmarrë asgjë. Secilës ndërmarrje AKP-ja i ka paguar të paktën 3 paga punëtorëve tonë jo. Kjo është situatë ngrenë një pyetje thelbësore. Deri kur institucionet do të sillen sikur këto çështje nuk ekzistojnë? Heshtja dhe mosveprimi nuk janë zgjidhje. Ato janë konfirmim i paaftësisë ose i mosgatishmërisë për të ndreshur një padrejtësi që zvarritet prej vitesh. Prandaj kjo protestë nuk është thjesht një kërkesë për para apo truall, është një kërkesë për drejtësi, dinitet dhe trajtim të barabartë. Dhe derisa këto mos realizohen, zëri protestues nuk duhet dhe nuk mund të ndalet. Për rëndësisë që ke marrë 20% pjesën e parë, kemi qenë dikun, sa më duket dikun 660 punëtorë. Se një pjesë e mëdha tyre kanë vdekur, një pjesë kanë dalë në pension, dhe sipas ligjit nuk ka taku kompenzimi me ligj. E që 660 vetë kanë vetë pa kompenzuar me këtë pjesën e 1.5 milionshit. Trulli uzurpator që peshin edhe vetë, kush janë? Kjo obori ka qenë deri te ajo ndërtesa që poshtë. Obori i Rilindjes. Që shumë kushtu. Edhe duhet të dikush përgjegjësi për këtë punë. Kjo është pjesë e kompleksit të Rilindjes që ka qenë pjesë e jone faktikisht ku kemi pununa. Kjo është e shpensuar pallati. Kjo nuk është privatizim, është shpensim, e ka marrë qeveria nën qeverisi, nën mbikëqyrje. Faktikisht kjo qeveria punon në pronën ku kemi pununa, në pronën tonë. Kjo është shpensim, kjo nuk është privatizim. Po, faktikisht ajo takon 20% që edhe në këtë rast, po thoni. Po na takon, çush na takon, me ligj na takon. Cilat do të jenë hapat që do të ndërmerren? Hapat nëse këta nuk ndërhyjnë, edhe nuk i kryjnë këto obligime, ne vetëm rrugë kemi rrugën, protestat. Na s'kem tjetër mësi me protestu, dhe ndërgjegjësohen këta, po si shpushijet ta, nuk janë ka marrin vesh. Këta janë pronën tonë, në pallati që kemi pununa me vite, këtu edhe shojnë kokën për fatin e këtyre punëtorëve që kanë mbetur pikë të hallit. Që sot kanë dalë, sot kanë dalë, po ka një pjesë e madhe që s'mund vinë, njerëz janë smut. Presim ju kompenzoj një pjesë e vogël e djesë të tyre që kanë derë këtu, po jashtë nuk kompenzohet. Kjo është një mëkat i madh.